Përshëndetje komuniteti për programera, unë jam Omer Zulfia, student i trajnimit WordPress Web Design, ChatGPT dhe SEO. Për gjatë këtij trajnimi, si projekt final kam zgjedhur të bëj portfolion time, e cila kjo është pjesa e homepage-it, në të cilën është e përbërë prej navbarit, ku këtu kemi një logo, pastaj menuja dhe social iconat, pastaj këtu është pjesa e Hero Section, ku është e përbërë për një titulli, paragraf, butoni, disa ikona dhe një imazh. Këtu kam dashur të targetoj pjesën keywordin full stack developer në mënyrë që motorët e kërkimit ta rankojnë më lart website-in ton, nëse dikush tenton të shkruaj full stack developer. Nëse shkojmë edhe te seksioni i dytë, edhe këto të njëjtën e kam bërë sikur edhe në Hero Section, e kam përdorur full stack developer si keyword. Sa i përket këtij seksioni është pjesa se çfarë ofroj unë, në të djathtë i keni pjesët se çfarë ofroj unë. Pastaj nëse shkojmë më poshtë është pjesa e testimonial, se këtu i kam paraqitur dy persona të cilat kanë thënë diçka për mua. Nëse shkojmë më poshtë, kjo është pjesa ku unë i prezantoj projektet, do më kam shfaq projektet e mia që i kam bë deri më tash. Në të djathtë i keni të gjitha projektet, disa prej projekteve, kurse në të majtë është pjesa se çfarë tech stack i përdoret, pra çfarë lloj teknologjisë përdori. Nëse shkojmë më poshtë, kjo është our expertise, domthonë ekspertiza ime, ku në cilat pjesë jam më i mirë, apo në frontend apo në backend. Këtu është kam shoqë një imazh. Nëse shkojmë më poshtë, është vetëm edhe futeri. Pastaj shkojmë te page tjetër, services. Ky page përbëhet prej një titulli dhe një butoni, kurse në anën e djathtë një imazh. Nëse shkojmë më poshtë, këtu kemi një grid, të cilën zakonisht quhet staggered grid. Këtu i kam shfaqur se çfarë bëj unë, domethënë çfarë lloj teknologjisë apo çfarë ofroj unë më saktësisht, pra web development apo SEO optimization apo web security, WordPress apo diçka tjetër. Nëse shkojmë më poshtë, atëherë këtu janë 3 easy steps, domethënë si shkon pjesa nëse një klient vjen tek unë dhe më kërkon një faqe për ta krijuar. Njëherë e kuptoj pra se çfarë kërkon klienti, pastaj e bëj planin dhe dizajnin dhe në fund filloj ta bëj build. Nëse shkojmë më poshtë, këtu është një call to action ku është numri im i telefonit, edhe një titull, edhe pak paragraf. Pastaj shkojmë tek page tjetër, kontakt. Këtu ky seksion përbëhet prej titullit, paragrafit dhe një butonit me numrin tim. Nëse shkojmë në anën e djathtë, kemi një formë i cili është bërë me pluginin Forminator, ku këtu shënon emrin, emailin, numrin e telefonit dhe një mesazh, dhe ky mesazh i më vjen automatikisht mua. Nëse shkojmë më poshtë, kemi why choose me, pse të më zgjedhësh mua, dhe këtu janë disa nga arsyet se pse të më zgjedhni mua. Nëse shkojmë më poshtë, kemi pjesën e kontaktit, pra këtu janë social media të mijat, Instagrami apo emaili. Pastaj nëse shkojmë tek page tjetër, blogs, këtu janë blogsat që i kam krijuar, janë 3 lloj blogsa. Nëse shkojmë tek blogu i parë, këtu zakonisht i kam bërë për ta targetuar keywordsin web developer in Kumanova, që nëse dikush apo një klient apo një person shkruan në motorët e kërkimit apo në Google web developer Kumanova, të rankohem sa më lart. Të njëjtën gjë e kam bë edhe me këto dy blogsat, ku këtu e kam përdorur keywordin apo e kam targetuar keywordin WordPress developer Kumanova, edhe full stack developer Kumanova. Edhe kjo ishte gjithçka sa i përket kësaj
portfolio's time, edhe mirëmbëjtje.